Presidenti serb, I cili ka marrë mbështetjen e Kremlinit në mes të protestave masive kundër qeverisë së tij gjatë muajve të fundit, tha se ka folur me Putinin dhe se ka planifikuar të shkojë në paradë. Procesi I pranimit të Serbisë në BE është në rrezik pasi Brukseli ka paremëruar Beogradin se mund të ndalojë anëtarësimin e saj nëse presidenti serb Aleksandar Vučić merr pjesë në paradën e fitores më 9 maj në Moskë. Presidenti serb, I cili ka marrë mbështetjen e Kremlinit në mes të protestave masive kundër qeverisë së tij gjatë muajve të fundit, tha se ka folur me Putinin dhe se ka planifikuar të shkojë në paradë. Kryeministri slovak Robert Fico konfirmoi se do të marrë pjesë në paradë në Moskë. Zyra e kryeministrit hungarez Viktor Orban, I cili ka kundërshtuar vazhdimisht Bashkimin Evropian për mbështetjen e Ukrainës deri më tani, ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë, raportojnë mediat. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, I cili ka marrë pjesë në vitet e mëparshme, nuk ka gjasa të shkojë këtë vit pasi pritet të vizitojë Washingtonin në fillim të majit. Presidenti amerikan Donald Trump mohoi raportimet e mediave se po konsideronte të marrte pjesë në paradë, e cila zhvillohet një ditë pasi Europa feston përfundimin e luftës së dytë botërore.